الحمد لله حمد الكاملين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وسيد الخلق أبي القاسم محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم آمين. Falenderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi fulën e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik dhe mbarët të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku elusin madhnueshmin Allah të na bëjë prej tyre. Zot na mëso diturit hajrit dhe na bë të punojmë me to, na ruaj për asaj diturie e cila është humbje kohe për ne. Zot na tregon të vërtetën sikurse e ke zbritur dhe na bëj përpasuesve të saj. Na tregon kodën sikurse e ke krijuar dhe na bëj për atyre që i largohen asaj. Zot na bëj për robët tu të sinqertë dhe na fut në xhenetet e larta, në xhenetet e Firdaus. Të nderuar vëllezër, jemi ndalur para muajit të Ramazanit pikërisht me zotninë e njerëzimit mas pejgamberit alayhi salatu wassalam, me më të mirin e mbar krijesave pas profetëve, Ebu Bekrin radiallahu anhu. Ndërsa nga sot kemi nderin të ndalemi me njeriu ndër njerëzit më fisnik, më vigjilentin, strategun, largpamsin, personi i cili në disa raste, jo në një rast apo dy, por në disa të tilla, ja qëllonte të vërtetës aty dhe kur profeti alayhi salatu wassalam gabonte, sa i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam thonte, nëse do të kishte profet pas meje, ai do të ishte Umeri radiallahu anhu, pra për virtytet e larta dhe largpamse që kishte, që do thotë që profetët për nga natyra nuk janë njerëz shumë normal. Pra, i kanë disa virtyte dhe kritere të cilat i plotësojnë gjatë jetës së tyre, pa Zoti i ka përzgjedhur në mesin e mbar krijesave si të përzgjedhurit e tij. Dhe pikërisht ky zotni i nderuar, Umeri radiallahu anhu, kishte të tilla virtyte. Virtyte të cilat e dallonin nga njerëzit e tjerë. Umeri radiallahu anhu rrjedh nga fisi Kurejshit, nga ku rrjedh dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra është një fis me të dërguarin e Zotit. U lind pas asaj që quhet ndryshe ndodhia e elefantit me 13 vite, që do thotë që është më i vogël nga pejgamberi alayhi salatu wassalam me plot 13 vite me radhë. Që në vegjëlinë dhe në rininë e tij ishte një person i veçantë. Ishte një person i veçantë në kontekstin që Umeri ishte një ndër të paktët, po një ndër të paktët njerëz të arsimuar të Mekës. Thuhet, burimet historike thonë që kanë qenë rreth 10 personat e arsimuar ose njihnin ndryshe shkrim e këndim. Dhe një ndër këta 10 ka qenë pikërisht Umeri. Umeri radiallahu anhu, i cili merrte pjesë në panairin që bëjnë në tregun Ukaz, që e folëm herën e kaluar dhe në jetën e profetit alayhi salatu wassalam, ndodhinë e Ukazit, të këtij treg panair që bëjnë një herë në vit. Pra merrte pjesë me kulturën e tij, si një person, domethënë, i gjuhës, si një person i dijes, merrte pjesë pikërisht në këtë event madhështor që ishte për kohën. Madje tek Kurejshët ai kishte edhe një post. Me postet tona moderne i takon të ishte ministri i jashtëm. Ata e quanin domethënë ambasadori, por i takon të ishte domethënë ministri i jashtëm, përfaqësuesi i Kurejshitëve në marrëdhëniet me jashtë. Pra gjithmonë kur kishte negociata, kishte bisedime të ndryshme, ai i cili përfaqësonte Kurejshitët ishte Umeri radiallahu anhu. U rrit pikërisht në këtë shoqëri, shoqëria e idhujtarisë, shoqëria e mbizotrimit të fortit, shoqëria e nderimit të atij i cili ka krahët e ngrohta. Në këtë shoqëri u rrit Umeri radiallahu anhu, që është e vërteta. Por ajo që arriti në jetë nuk ishte fal
këtyre kritereve që kishte vendosur bota asaj kohe. Por ishte fal përpjekjes së tij. Pra ishte njeri i aftë, ishte njeri i adap. Thuhet, dhe po them thuhet sepse elhamdulillah Allahu që nuk është e vërtetë, që në një zakon të cilin e kishin arabët asaj kohe, kishin një zakon tepër të ulët, ku në diferencimin që i bënin mashkullit nga femra, kur dikush prej tyre, pra Allahu na përmend në Kur'anin famlar, kur dikush prej tyre përgëzohej ose njoftohej, informohej se i ka lindur vajzë, fytyra e tij thot vrejtej, dhe nëse nuk ishte marrë vesh për lindjen e ndonjë vajze, shkonin dhe e mbysnin, i varrosin ato të gjalla, rujnë e Zot. E tillë shoqëri ishte. Dhe thuhet se një prej tyre ka qenë dhe Umeri, apo jo? Elhamdulillah që nuk ka qenë. Falënderojmë Allahun. Por edhe mund të kishte qenë, sepse nuk kishte gjë të ndalonte në atë gjë që ishte bërë normale. E keni parasysh domethënë që kur trashet ajo e keqe dhe normalizohet deri në një farë forme, sa nuk kritikon më njëri? E tillë ishte domethënë gjendja e Mekës së asaj kohe. Nuk të kritikonte njëri për atë veprim. Ishte bërë shumë normal. Ashtu siç mund të jenë bërë normal në ditët tona domethënë shumë veprime të cilat nuk janë, jo vetëm që janë kundra fesë së Allahut dhe besimit, por nuk janë as afër normales, nuk ka logjik që i mban përsipër. Dhe Umeri radhiyallahu anhu jetoi pikërisht në këtë shoqëri. Lidhja e tij me pejgamberin alayhis salam krahas faktit që ka qenë një lidhje gjaku, sepse thashë ka qenë një fis me të dërguarin e Zotit, por ka pas edhe lidhje tjetër në të ardhmen. Kjo do të jetë lidhja e martesës, sepse pejgamberi alayhis salam do të marrë vajzën e Umerit për grua. Pra, 4 njerëzit më kryesor pas të dërguarit të Zotit, Ebu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Aliu, me të 4 profeti alayhis salam do të ketë krushi. Pra dihet shumë mirë edhe në ditët tona, domethënë jo vetëm dikur, por edhe në ditët tona, që lidhjet e krushisë i forcojnë fort lidhjet ndërmjet njerëzve. Një zonë të Shqipërisë thonë që dhe qenë të lefin më ëmbël nga nahia e grus. Qeni qenë është një lloj lef. Po ky është realitet. Pavarësisht domethënë në kontekstin e shakas, po ky është realitet. Pra që do të thotë që lidhjen që forcon krushia, ndoshta shumë lidhje të tjera nuk e bëjnë dot. Ndoshta shumë lidhje të tjera nuk e realizojnë dot. Ndërsa lidhja e krushisë e bën. Ndaj pejgamberi alayhis salam ka marrë vajzën e Ebu Bekrit Aishën radhiyallahu anha, ka marrë vajzën e Umerit radhiyallahu anhu, i ka dhënë Uthmanit radhiyallahu anhu, pra ka bërë 2 herë dhëndër. I ka dhënë 2 vajza, jo 2 vajza domethënë në të njëjtën kohë, por i ka vdek e para dhe i ka dhënë dhe dytën pastaj. Dhe ka thënë sikur Allahut më kishte dhënë 10 vajza. Doja jepja Uthmanit 1 nga 1 për virtytet që ky bartën vetvete. Ose kur i thonë dhe zonjës së nderuar Aishës radhiyallahu anha, atë mos kenë turp dhe mos turprohen për një njeriu për i cilit kanë turp edhe me lajket, domethënë ka të tillë virtyte, të tilla cilësi, domethënë ky zotëri sa i dërguar i Zotit ka një afrimitet të madh me të dhe gëzon një respekt të madh nga ai. Dhe i 4-ti Aliu radhiyallahu anhu, i cili sërish ka qenë dhëndër i pejgamberit alayhis salam. Pra me të 4 këto lidhje, me të 4 këta njerëz i dërguar i Zotit alayhis salam ka patur një lidhje të fortë. Kështu që Umeri radhiyallahu anhu krahas lidhjes së gjakut të dikurshme, sepse kur themi që është nga i njëjti fis, domethënë herët. Jo se ka qenë domethënë ke gjyshi i 4 në mos u gabofsha, aty bashkohet me të dërguarin e Zotit. Për që i takon tjetë brezi i 5 ose brezi i 6, diçka e tillë. Umeri radhiyallahu anhu duke gëzuar postët të tilla, ishte një njeri tepër i kalitur me jetën. Dhe krahas faktit që ishte shumë i kalitur me jetën, pra ne dëgjojmë për këtë zotëri të nderuar, domethënë se ka qenë njeri trim, ka qenë njeri i guximshëm, ka qenë njeri nevrike, ku të diun, gjëra të kësaj natyre. Mbi të gjitha ka qenë njeri i matur, sepse shpesh herë trimi nga sifatet, cilësitë e tij është fakti që është budalla. Ky është realitet.
Pra, edhe me të thonë trim shumë nuk është në i lëvdrim, në i lëvdrim i madh. Se duhet i kesh ca drasa mangut që mos i bëj shumë llogari. Ashtu del trim. Pra të thonë 2-3 herë trim, bëhesh trim mos në më vërtet, po ky si e bë llogarit mirë. Ndaj kur i thuhet dikujt, domethënë frikacak nuk është se në origjinë kjo ofenduan maksimum, pavarësisht se njerëzit do vendohen. Një farë mënyrë i ke dhënë të kuptojë domethënë që ti je një person i matur ose je një person që i bën llogarit mirë. Trim ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ai ka qenë trimi i vërtet, po trim aty kur duhej me qenë trim. Jo domethënë trim me budallik. Sepse ka shumë prej tyre të cilët kur gjojnë për jetën e zotnisë nderuar Omerit radhiyallahu anhu, domethënë kërkojnë të bëjnë një lloj imitimi, thojza, ku ta gjesh ti imitojsh këtë zotni të nderuar. Por kërkojnë të imitojnë një figurë imagjinare të këtij njeriu. Domethënë duke menduar se ai Omeri, domethënë fjala e dytë më shpull, nuk ka qenë i tillë vëllezër. Domethënë ka qenë ndër njerëzit më të matur. Ka qenë ndër njerëzit më të matur. Pra kur fliste, argument për këtë, është se ai kur fliste, domethënë ishte trim. Por kur fliste Omerit radhiyallahu anhu i zënte vend fjala. Pra nuk i binte poshtë. Dhe ka vazhduar domethënë Omeri radhiyallahu anhu në një gjendje të tillë, domethënë duke qenë në qendër të vëmendjes së asaj shoqërie, edhe me ardhen e Islamit ose me shpalljen e Islamit nga i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam. Ç'është e vërteta në fillimet e tij, Omeri nuk ka ndonjë kontribut kundra muslimanëve, ndonjë kontribut të drejtë për drejtë, ashtu sikurse ishte kontributi i dajes së tij Ebu Xehlit apo personave të tjerë titullar të Mekës. Edhe pse ai domethënë ishte titullari i Mekës, sepse ishte përfaqësuesi i marrëdhënieve me jashtë ose ministri i jashtëm, më thojë sot. E ky zotni i nderuar me ardhin e Islamit domethënë e gëzonte atë urrëtitjen për pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe ja shtonin urrëtitjen për dërguarin e Zotit dhe besimin e tij, por ishte një person i cili jetonte në atë rahatinë e vet. Pra në fund ditës kishte një lloj drejtimi që ecte pas tij dhe kaq. Kaluan plot 6 vite. Në vitin e 6 të profecisë, Omeri radhiyallahu anhu një ditë bukur, i fryrë dhe i tej mbushur nga situata në cilën ndodhej pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe feja e tij, pra arriti puna deri aty sa u karikua ai shumë veçanërisht nga Ebu Xehli, që arriti puna deri aty sa vendosi domethënë ta vrasë të dërguarin e Zotit. U nis, domethënë u zotua se nuk kthehet, o ta vrasë ose të vritet, një ndër dyja. Rrugës pra pyet fillimisht se ku ndodhet i dërguari i Zotit, dhe i dërguari i Zotit nuk është se fshihej. Nuk është se gjente ndonjë biruc ku më u fut që njerëzit mos e shihnin, jo. Ndërsa për të përcjell mesazhin e fesë, për t'u mësuar njerëzve fen ishte i detyruar domethënë ta zhvillonte në mënyrë të fshehtë, në ato që njihet ndryshe si shtëpia El Arqam ibn Abil Arqam, një djalë asë kohë vetëm 16 vjeçar. Shkonte në shtëpinë e tij dhe zakonisht aty bëhenin mbledhjet, grumbullimet apo jipenin dhe direktivat se si të funksionohet me thirrjen e njerëzve për në Islam. Pra, t'ia paraqesim Islamin filanit, kush do të shkojë, se është shumë e rëndësishme. Pra është një lloj tani si ti çosh një plaku të moshuar i cili ka kaluar gjithë jetën e tij, ka eksperjenca pafund në jetë, dhe ti çosh i cop kalamo thon ndryshe për të, se ti flasë atij për fenë e Allahut. Domethënë dhe ti pret se do ta pranoj. Është mos e normale, është natyra njerëzore që nuk e pranon. Është një lloj si ti çosh një shkencëtar ose një person studioz, një person i cili ka studiuar pafund, ti çosh një analfabet dhe ti përcjellin mesazhet e larta të Islamit. Ti pret se ai do i pranoj, pra logjikisht pret se ai do i pranoj, normalisht që jo. Nuk do i pranoj. Atëherë, çfarë kërkohet? Kërkohet që njerëzit domethënë e nasu maqamat, domethënë njerëzit janë me grada. Dhe gjithsej i cili duhet njohi gradën e tij.
Kjo nuk është ulje. Po të njohësh gradën, domethënë ku e ke kufirin, kjo është vetëdijsim. Dhe ti e din se sa e ke hapin tënd. Sepse shkoj i flet tani një mjeku, i flet në aspektin e mjekësisë, çfarë trajton Islami rreth mjekësisë, ndërkohë që ti aty mund të jesh domethënë një nul fare, absolutisht. Ti mendon se do të dëgjoj me vlerësim ai ty? Do të dëgjoj me shpërfillje. Se do thoj, domethënë po te i kalon kompetencat, po shkon aty ku nuk i takon. Dhe këtë bën te pejgamberi alayhis salam në këtë selin që quhej shtëpia El Arqam ibn Abil Arqam. Mësonte njerëzit, numri i cilëve ishte 940 në atë kohë. Sepse thuhet që i 40 është Umeri radhiyallahu anhu, mësonte njerëzit dhe jepte direktivat se si të sillen me familjarët e tyre, pra si t'u paraqesin atyre Islamin. 3 ditë se këtu nis gjithçka, se përse Umeri radhiyallahu anhu u karikua kaq shumë kundra pejgamberit dhe fesë tij. 3 ditë para se ai të pranonte Islamin, ndodhi një gjë shumë e madhe. Sahabiu i nderuar Hamza ibn Abdul Muttalib, xhaxha i pejgamberit alayhis salam, në të njëjtën kohë dhe vllai i tij Perigjiri, i cili ishte më i madh nga pejgamberi alayhis salam, vetëm 2 vite e gjysmë. Hamzai, i cili ishte komplet larg aktualitetit në cilin jetonin njerëzit asaj kohë, jo muslimanët, po njerëzit. Përfshi këtu edhe djalin e vllait të tij. Pra nuk merrej fare se çfarë thot profeti alayhis salam apo se çfarë po ndodh në Mekë. Jetonte në botën e vet. Harkun në krah dhe dilte domethënë në gjuhën e tij. Ashtu jetonte Hamzai. Një ditë bukur, Abu Xehli e tepron me dërguarin e Zotit alayhis salam. Ai sa e shan dhe ofendon atë. Arabët edhe sot e kësaj dite, sa për kuriozitet, me nisme të shah, nuk ta përmend kush nënën. Dhe kur shajnë babën. Pra që do të thotë që në çështjet e nderit i kanë shumë sentimentale. Kanë pasnet gjithmonë shumë larg. Se ishin çështje të cilat nuk tolerohej kurrë në to. Dhe duke qenë si i tillë, pra Abu Xehli kishte ofenduar. Me të ardhur qëllon që kthehet Hamzai radhiyallahu anhu dhe një ndër shërbëtorët në shtëpinë e Hamzait ishte bërë muslimane, por Hamzai as nuk e dinte fare jo. Dhe i thotë nuk të vjen turp se kish sjell prend, domethënë çfarë kishte vrarë ai nëpër territorin e asaj kohe. Dhe duhet keni parasysh se ne kemi atë idenë se shkretira pafund dhe nuk ka domethënë çfarë ka pas gjujt, jo vëllezër, jo. Territori i Arabisë Saudite sot në deri vonë, pra jo shumë herët, por deri vonë, ka qenë i shuar për prezencën e luanëve të shumtë. Pra si do të jetonte luani në ato treva nëse nuk do të kishte shumë kafshë të egra, me çfarë do të ushqej? Me shkretir? Pra, që ka pas shumë prej, dhe arabët jetojshin dhe me këtë lloj preje, a kupton? Dhe i thot kjo zonjë nderuar, thot, a nuk të vjen turp, domethënë që ende shpas zjahut, ndërkohë që djali i vllait tënd, domethënë nipi jot ofendohet mes qabes. Çfarë ka ndodhur, thot Hamzai? Thot kështu Abu Xehli. Pa një pa dy. I vetëm tek pull. Shkon në qabe dhe sheh ku ndodhet Abu Xehli. Abu Xehli ishte në bashkë vendit. Shkon e godet ato Abu Xehlin, sa thua, domethënë se e goditi me hark, me ato të harkut, domethënë jo se e goditi me shigjet, po me të harkut. Thot dhe çau në ball, domethënë i rrith të gjaku. E shan dhe thot ruddaha alayya in istata'at. Ma kthe mu të shik këtë veprim që të bona. Ngrihen, se Abu Xehli ishte njëri me pesh, ngrihen e bën me shenjë Abu Xehli, pra kuptoi që kishte gabu. Thot unë jam në fenë e djalit vllait tim, nuk dita se si me shpreh se është bë musliman. Nuk e dinte diçka të tillë. Edhe unë jam në fenë e nipit tim. Kthehet dhe pyet,
ku është Muhamedi, pra ku mund ta gjej atë. Dhe i thonë që e ke në filan vend. Kur shkon tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, i thotë si bëhesh musliman. Ky ishte Islami i Hamzait, luanit Allahut. Pas kësaj, me 3 ditë vetëm, pas 3 ditëve, niset Umeri, i frymzuar dhe nga këto veprime që ndodhin ndaj Ebu Xehlit, dhe ai e fryn akoma dhe më shumë, dhe vendos t'i rahatoj njerëzit një herë për gjithmonë thot nga Muhamedi, dhe pastaj ndodhi çfarë ndodhi. Mirë, po kaderi Allahut dhe lutja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili ishte lutur dhe kishte thonë: o Zot, fuqizoje këtë fe me një ndër 2 njerëzit, Ebu Xehlin, një ndër 2 njerëzit më të dashur për ty, Ebu Xehlin, ose Umar ibn Khattabin, njerëz me peshë, se Ebu Xehli e kishte Ebul Hakam. Pra i urti, i ndroi pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ja vuri ignoranti. Pse? Sepse tregoi ignorancë me veprimin dhe zgjedhjen e tij. Dhe niset ai Umeri pas 3 ditëve për të shkuar dhe për të vrarë pejgamberin alayhi salatu wasalam. Rrugës takohet me një person të cilin ai nuk e dinte se është bërë musliman. Nuk e dinte se është bërë musliman. Dhe thot, për ku kështu Umer? Thot, jam në kërkim të atij pretendentit të profecisë. Thot, po ç'keti me to? Sepse u dukte, pra ishte vesh për luftë. Allah i thot, o unë, dy rrugë s'kam. Edhe pse para kësaj nuk ka patur ndonjë konfrontim midis pejgamberit alayhis salam dhe Umerit, nuk na përcjellet një gjë e tillë. Po ç'pun ke ti thot? Nuk e shef thot se çfarë po bën. Ty të ka hyrë Islami thot në shtëpinë tënde. Motra e Umerit kishte pranuar Islamin, por nuk e dinte. Umeri nuk e dinte. Dhe dhëndri njëkohësisht, Said ibn Az, e kishte pranuar Islamin, por nuk e dinte Umeri. Thot deri sa shkon Umeri radiallahu anhu afrohet, pra ndroi drejtim tashmë. I shnis për ke pejgamberi me vrap për ke shtëpia e motrës. Kur afrohet tek shtëpia e motrës, dëgjon se aty po këndoi Kur'an, surja Taha. 10 ajetet e para konkretisht të surës Taha, ku Zoti flet për Kur'anin, vëmlar flet për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, ne nuk ta zbritëm ty atë Kur'anin për të pikëlluar, vetëm se për kujtim për atë i cili i friksohet Allahut. I dëgjon Umeri këto ajete dhe ja mësyn shtëpisë. Kur e dëgjojnë ato e fshehin fillimisht sahabiun e nderuar i cili ishte me to aty, dhe pa një pa dy thot çfarë është kjo? Dhe ja hyn dhëndrit, pra rrifet dhëndri. Në rastin e Umerit, domethënë të rreth ai mentaliteti se është nis për të vrarë pejgamberin. Se dhëndri nuk e si e rreth. Shikane i dhëndër që e dënëre, po Zoti mos na sprovoft me tillë. Dhe pasi ja hyn domethënë dhëndrit vet, e vend për fund, ndërhyn e motra me nda, pra me ja largu nga e shoqi një mrapsh e saj gjaku cërryl të motrës, se godet në fytyrë. Dhe nis merret me dhëndrin. I thotë motra, thotë Umer, më tepër se me na vra, çfarë ke për të bëu? Pra hajtë se po na rraf. Po pastaj. Më shumë se për të na vra, ke çfarë bën më tepër? Më tepër më çka për të bëu tjetër? Por po thotë kemi pranuar Islamin, nuk kemi çfarë të fshehim ty. Thotë Umeri, tregon Umeri dhe thotë, sikur i hudhën e ke parasysh zjarrin që ka marr, dang i hudhi kovë me ujë. E shumë. Thotë, çfarë ishte ajo që po lexoni? Kur'an, thotë motra. Çfarë ishte? Ma jepni, thotë, ma jepni në dorë ta shoh, sepse Umeri lexonte. Shif se si sillet njeriu me fe. Ti thotë, je i pisët. Njeriu i cili i ka gjakos, njeriu i cili është nis për të vrarë dërguarin e Zotit, njeriu i cili në moment shpreh një tjetër qasje për Islamin, synon domethënë tashmë ta shohi
atë islamin me përkushtim ose të paktën me pansi. Ti thot je i pisët. Çfarë duhet bëj, thot Omeri? Fillimisht thot duhet lahesh, është gusul. Dhe ashtu ndodhi. Del sahabiu dhe thot që unë e kam dëgjuar pejgamberin duke u lutur që o Zot fuqizoi islamin me një prej dyve. Pasi lexon ato fragmente ose këto ajete, thot, a kjo është përmbajtja e Kuranit? Po. Më tregoni, thot, se ku ndodhet pejgamberi alayhis salam. Të friksuar sahabët, pra edhe motra e tij, nuk donin t'i tregonin. Më tregoni, thot, se nuk po shkoj, domethënë, për misionin e parë. Shkoj të shpreh islamin para tij. Merret vesh nga larg, domethënë që po vjen Omeri. Thot pejgamberi, thot Hamzai, kush po vjen? Omeri. Bujrum, pjesë të vjeri. Kurse ishte më i pakët Hamzai. Hamzai ndërkohë për trimëri, domethënë, ka qenë më trim nga Omeri e shumë tjerë. Bëhet fjalë kjo, s'diskutohet. Bujrum, nëse do ardh për hajër e boll zonin. Nëse do është ardh për gjë tjetër, i tregojmë dhenin. Thot pejgamberi alayhis salam, lërini armët. Se nga kësot e tutje, Umar ibn al-Khattabi është përkrah nesh, jo më kundra nesh, përkrah nesh. Afrohet Umeri radhiyallahu anhu tek shtëpia al-Arqam ibn Abil Arqam dhe kërkon për të fut. Kur futet aty në shtëpi, e ka pejgamberi alayhis salam dhe i thot, s'ka ardhur koha Umar? Pra boll më. Thot, ka ardhur koha, thot i dërguar i Zotit. Dhe aty shpreh shahadetin. Kjo do të ishte triumfi më i madh për pejgamberin ose mbështetja më e madhe fizike dhe shoqërore që i bëhej në atë vit, në atë kohë, ku brenda 3 ditëve, 2 ndër kolosët e mëdhenj të Mekës, 2 ndër njerëzit më flamurtar në trimëri pranonin Islamin. Shikoni se si Umeri radhiyallahu anhu e shpreh vizionin e tij, tregon që është vizionar që në çastet e para. Thotë i dërguar i Zotit, a jemi ne në të vërtetën edhe ata në të kotën? Po, thotë Umer. Po atëherë thotë, pse mos të dalim publikisht, po të fshihemi këtu? Pra të gjithë dinin që në Mekë kishte një numër jo të vogël muslimanësh, 40 i ka qenë Umeri radhiyallahu anhu. Nuk është se ishin dhe shumë, po dhe 40 veta për Mekën asaj kohë nuk ishin pak, thënë drejtën. Thot pejgamberi alayhis salam, domethënë që nuk është koha ta provokojmë diçka të tillë. Thot Umeri radhiyallahu anhu, më brende nga brenda. Si ka mundësi, domethënë, unë që kam marrë pjesë në torturimin e muslimanëve, ta kaloj kaq lehtëshëm. Dhe shkon fillimisht ke Ebu Xehli i cili priste lajmin e vrasjes së pejgamberit alayhis salam. Shkon tek Ebu Xehli dhe i thotë që janë bë musliman. Thotë Ebu Xehli ja përplasin deri në fytyrë. Pas nuk donte ta besonte si lajm. Nuk donte t'i besonte veshëve, nuk donte t'i besonte syve në ato që shihte. Thuaj njëri, thuaj tjetrit, asnjëri se besonte se Umeri radhiyallahu anhu kishte pranuar Islamin. Nga vendosmëria që kishte si njeri, jo se Umeri domethënë ishte në gradën e këtyre të tjerëve, por nga vendosmëria sepse ishte njeri shumë i vendosur. Pra nga çasti që ne themi që shkon për të vrarë të dërguarin e Zotit, imagjinoni se me çfarë njeriu të vendosur keni të bën. Dhe i thon Omer, se thuj njëri se besonte, thuj tjetrit se besonte, thuj tjetrit se besonte. Thot ato që të merret vesh, a keni parasysh që dikur ka pas tallall? Tallalli çfarë ishte? Ishte ai i cili i jepte vendimet e ndryshme të shtetit, të hyjmetit, edhe i bite daullës. O milet, gjoni e mbani vesh. Tallalli pra ishte njeriu që i bënte gjërat më të mëdha. Thotë a don ti të merret vesh po. Hike filani,
dhe thuaj, duhet të themi sekret. Sekretin po s'ta majtë në dhomët e tu, nuk ta majtë në dhomët e huja. Duhet të themi sekret. Po të dhej, mos ja thuj kujt. Nga qasi dhe me thënë vëllaj, më qëllon shpesh me shumë njerëz që duhet të thoni gjo, po ama vetëm mos ja thuj kujt. Mos më thuj. Nga ky çast mos më thuj. Jo, po unë nuk, ore s'dyshot ti ke unë, po do të dyshojsh me patjetër. Nga çasti që ti thuj, vetëm mos ja thuj kujt më, ma midis me, mos ja thuj, edhe pse ja thuj tjetrit. Pse po nuk e pat pas në mend me ja thon kujt, ja futen në mend. E nxitet domethënë me patjetër që, a? Po ja them pra. Dhe ky i thoti tjetri, komër ta tregu po vetëm ty. Dhe kështu shkren bën 100 ato. Ky vetëm këti e ky vetëm ti. Ja se këty nuk të maj gjon, ty nuk të maj gjë të fshet. Edhe këti i thot, po ky nuk ishte i tillë. Ky ishte i tillë që shpërthente direkt, ishte tallall. I thot Omeri, thot du me të thonë i haber. Pa mas ja thuj shkujt mo. Pa dërmanër të dhe, zbohet laf. Po si? Jo mbo musliman, pa e maru fjallën hala, thot. Pa e maru mirë. O, kure i shit, Omer ibn al-Khattabi o bo musliman. Et muqun, thot, shqen prezent. Kjo do me thonë të regon, që nuk mund të ketë një person sa do i fuqishëm tjetë ai, sa do i egër tjetë ai, që njerëzit do më thonë ta kenë frikë për qenëmërinë e ti, se kur të bojnë shumë nuk pysin. Thot e të munisën, fut e bjerë. Unë gjuj do deri sa më hudhën pa ndjenja në tokë. E kur më hudhën pa ndjenja në tokë, kur erdhën vete, Ebu Xehli thot më kish marrë në mbesë. Pra ajo fjale që themi në mbes tate, për shembull, është fetare që është e vërteta. Më kish marrë mbes, pra mos e prekni se është mbes time. Sa e mora veten, thot, pra sa erdhën vete, dhe mora vesh se çfarë bëhet, thosh nuk e du besën e Ebu Xehlit. Me imagjinoni çfarë njeriu ke të bësh. Pra krenari që në fillimet e para, do të thojë dikush, krenari me urraf, jo më vëllezën, jo. Shikoni vizionin e Omerit. Jo krenari me urraf. Se nuk ka qenë i tillë gjatë jetës, nuk ka qenë i tillë domethënë që më urraf me njerëzit. Por krenari sepse Omeri thonë ore, unë kam marrë pjesë në torturimin e të tjerëve. Ose më e pakta kam qenë palë me ta. Nëse nuk i kam fut në i shpull. Si t'ja kaloj unë, si t'ja hedh unë kaq letshëm. Vizioni i tij ishte vizioni i drejtësisë. Doja të shijoja thot atë që kishin shijuar dhe të tjerët. Dhe vazhdoi kjo gjendje për disa ditë me radhë derisa u normalizuan gjërat, pra njerëzit e mësuan. Thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, nuk jemi fal lirshëm në Qabe, pra nuk kemi dal publikisht derisa u bë musliman Hamzai dhe Umeri radhiyallahu anhu. E në ditën e tretë që u bë musliman dhe Umeri radhiyallahu anhu, dolën publikisht në Qabe, dolën publikisht në mesin e njerëzve për të treguar se tashmë Islami nuk është më një islam që rrin heshtje, një islam që rrin fshehje, por është një islam i cili tani e tutje, zëri i tij do të jetë publik. Se çfarë ndodhi me Umerin radhiyallahu anhu pas pranimit të Islamit dhe se si u zhvilluan ngjarjet deri në emigrimin e tij, të inshallah do ta lejmë për herën e ardhshme, nëse Zoti ka për të na dhënë ymër. E lutim Allahun xhelle xhelalu të na falet, na mëshiroj, na pajisim moralet e larta të zotërisë së njerëzimit, na bëj të marrim shembuj nga këta njerëz, na bëj të ecim gjurmëve të tyre dhe lutim Zotin xhelle xhelalu të na bashkojë në xhenetet e larta kështu sikur se na ka bashkuar në dynja. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.